Nisni një udhëtim elegancë dhe aventure me shërbimet tona. Përjetoni bukurinë e fluturimit. Prishtina Ticket janë krahët tuaj për në Berlin, Brandenburg, Stuttgart, Basel, München, Hannover, Düsseldorf, Münster, Osnabrück, Nuremberg, Ljubljana, Memmingen, Halmstad, Luxemburg, Vaksio e shumë vende tjera evropiane. Kujdesi ynë për klientët është magjepsës, po aq sa edhe udhëtimi. Prishtina Ticket, emër i besuar në qiell. Mirëmbrëma për te kufive me mua Malbora Gurrën. Sot jemi në Düsseldorf, ku luksi dhe paraja flasin me zë shumë të lartë, por historia që do të dëgjojmë sot është i atij një 12 vjeçari që ka ardhur nga Maqedonia. Shumë vite më përpara, ëndrat e tij kanë qenë të lyera në bojë, duart tërkohës në ujë, duke larë pjata. Por sot Ethem Zeneli pret yjet botërore në restorantin e tij. Kur Rita Ora do të hajë një picë të mirë, troket në derën e tij. Nga humbja e nënës në një ndërtim perandoria, është një histori e bukur suksesi. Ndiqeni me ne. Hey Mal, Pizza Rita bitte. Kennen Sie gar nicht? Kein Problem, ich erkläre es Ihnen. Das ist Rita Ora und die ist in Düsseldorf ganz spontan in einer Pizzeria. Albanian makes the best thing. Albanian makes the best everything. Yeah. Pizza, qere morsa, çfarë pizza në Düsseldorf. What happened just out there? We just walked down the street and then suddenly everyone was speaking Albanian. Rita's found all the Albanians. Albanians know where to find each other. There's a lot of Albanians everywhere, and They're the best. Sorry. There you go. Po, Rita Orën e kena pas mysafir special këtu, edhe ka kërkuar një picë speciale siç ajo ka dhënë vet. Do të thonë pica ka qenë me sallam, speca, djathë bardhë. Dhe ja pra, kjo është pica Ritës, që ajo vetë ka kërkuar. Gjithashtu ka trigu edhe djeks. Kjo është pica Ritës.
Përshëndetje. 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 Mirëdita. Si jeni? Mirë, faleminderit ju. Mirë, faleminderit për ftesën. Zyrë shumë e bukur. Faleminderit. Na pritën dhe shumë mirë këtu. Shumë. Nisën e javën. Faleminderit. Bueno, donin me pinjesën? Po, një gotë mori basa. Po. Kismet. Leni shnirë, sigur në shpet ju. Faleminderit. Faleminderit. Zyra ishte një godinë shumë të bukur. Edhe ishte shumë e veçantë sepse ishte shumë edhe madhështore në mes qytetit, ishte lehtë për ta gjetur. Nëpërmjet makinave që ishin poshtë parkuara me emrin e kompanisë tuaj, e gjetëm edhe shumë shpejt rrugën për të ardhur, sepse ishte goxha labirint. Faleminderit. Sot kemi ardhur plot kurreshtje, pyetje. Jo vetëm për ne, po edhe për gjithë ata që na ndjekin. Edhe mendoj që do të kemi një bisedë shumë bukur bashkë. Besoj që do të kemi. Faleminderit. Bisedë. Pra si çua premtova, sot jemi me zotin Etem Zeneli. Ju falenderoj edhe një herë për ftesën. Po ndjehemi në të vërtet shumë mirë. Faleminderit shumë. Zoti Zeneli, pyetja ime e parë ishte ditën e parë, fillojmë nga Zanafilla, kur keni ardhur në Gjermani. Nata e parë që ka ardhur këtu, çfarë kujtimesh të ka mbetur nga ajo natë? Unë në vitin 90 kam marrë me 17 mars me nënën time, edhe me autobus kam pas gjithmonë dëshirë me ardhë me aeroplan për mundësitë që ishin vitet 90-at. S'kan qenë, kemi ardhë me autobus. Udhëtimi kom vështirë, se ketimi kom këto veç me nënën time. Keni qenë në Maqedoni? Maqedoni. Ju kishit ngelur, babajin e keni pasur? Babajin edhe vllahun e motën këtu. Ju të dy kishit ngelur atje dhe erdhët në fund. Ke pasur frikë? Kuriozitet? Frikë, jo, po dëshirë ishte shumë largë se ishme familjas ndam edhe dëshirë ishte madhe që të bashkohemi. Sa vite keni ndelur? 12 vite. 12 vite keni qenë ndarë nga familja, domethënë nga babai dhe nga babai. Po. Nga babai. Natyrisht është e dhimbshme, edhe këtë histori besoj që e ka kaluar shumë shqiptar. Është një histori që është e përsëritur, edhe më vjen shumë keq, natyrisht. Mund të themi që atë natë kur keni ardhur këtu, keni qenë të lumtur gjithë. Po jenë të lumtur se e dishmi që do bashkohet familja. Dhe ishte një sukses i madh. Kemi pas sfida si gjithë shqiptarët në botë ku kanë qenë. Sfidat vitin 90 i kanë përgjithësi vështira. Edhe suksesi më i madh që jemi bashku. Ju keni mbaruar një shkollë profesionale si bojaxhi. Po e kthejmë pak në humor. Është vërtet. Dhe unë kam shumë kurreshje të di sot, sepse ne ishim edhe në ambientet e biznesit tuaj, si tek Mateo, si tek Miss Moneypenny. Miss Moneypenny është një emër fantastik dhe pizzeria Oggi, që do flasim dhe për pak sepse është një gjetje. Ndonjëherë kur shef një faqe muri aty, edhe thua këtë se kanë lyer mirë. Të vjen të marrësh një furçë në vetë dhe të thosh këtu do ta lyej vetë. Dëshira është normalisht që të ishte perfekt, po koha që plasë për matern i kemë shumë nga kjesë se restoranti afër 24 orë është i hapen edhe mundësi është shumë kohë të kufizuar për renovim. Renovimit gjithë ato që i kam bë vitet fundit 10 vite i kam bë mes natës në 2, 3, 4 mëngjes. Me kompani profesionale? Profesionale. Edhe kam harrit tash të ku jemi këtu. Pizzeria Mateo është 24 orë hapur. Afër 24 orë, është 24 orë kemi personalin, është gjithë një njëri aty që punon. Që punon. Gjithmonë në shërbim të klientelës. Qashtë të Gjatë kohës ju keni qenë punëmarrës. Po. Pjatalarës. Si gjithë shqiptarët, që i punuar në garderob, kamarier. Kamarier gjithë. Kur ka qenë ai momenti që keni thënë
betohem që një ditë do bëmi zoti vetës, do hap kompaninë time, se kështu nuk shkon më. Ka pasur një ditë që të ka ngelur në mendje? Dëshira kanë, unë gjithë kam pas dëshirë të jem shef vetit, edhe tregtinë kam pas në gjak. Edhe si baba im më ka thonë gjithë mirë është diçka, ki ideja, po me lullëzu, s'ka mujtë me lullëzu si kam pas edhe kushtet, po kemi punu maksimum, kemi dhënë zorë me njerëz, si shumica shqiptarët, ku të tjenë me kushtet e Shumica shikojnë shkëlqimin sot, ju shohin si biznesmeni suksesshëm, po pikërisht ato ditët ku unë i them ditët e mesit, ku na ka dhënë kurrizi, ato nuk i njeh njeri. Ka pasur në një hatërmbetje në familjen tuaj që dikujt si ke shku ndasëm, sepse për shkak të punës, ose ke lënë festa. Normalisht ka pas sfida, sepse puna është e rëndësishme. Për me mri diçka duhet me bo gjithçka me punu, se veç me punë mundet me arrit. Se suksesi është puna. Okej. Ku kam rri këtu, ku jam tash veç me punë, se në 16 orë në ditë o kanë normal me punu të. Se suksesi nuk ta falë kërkësh. Vërtet. Është absolutisht e vërtet. Por ju kur vendosët të bërshit suksesshëm, kjo do guxim. Më them gjithmonë që do pak guxim. Biznesi nuk bëhet pa para. Si ka qenë fillimi? Keni marrë borxhe diku, më duhen pak lek për të fillu diku. Kam punu tepër, i kam pas të lek që i kam kursy, edhe në qatë ko i më kanë i martu dhe shumë me Vanes, po jam Qa moshë jeni martuar? 32 vite. 32 vjeç. Mo më duket moshe sakt, por për një djalë që vjen nga Maqedonia është vonë, sepse ju e keni për traditë martoheni shumë herët. E vërtet, po kam pas të shi që t'i plotësojmë do kushtet, edhe fati e kemi pas që ashtot na qëkërume, besoj që jam shumë i lumtur. Më bëhet qefi. Gjatë kohës që, gjatë gjithë rrugtimit tuaj si biznesmen, ka pasur momente ku keni thënë, kam frikë të humbë gjithçka, ose ka pas një moment kritik? Frika kanë gjithmonë mes po dështoj, se jam mundu në zdi sere firme kam pas, kam dështu gjithë para kufimit. Edhe e kam pas ndinje që edhe pak qëtaj do të arriti. Po, kone fundit gjithë kam dështu, suksesi maj madhe konë, kur shprehen zban me hup korë. Edhe 10 herë mordzu, s'duhet njerë me hup shpresën. Të rimë këmbesh prapë. Edhe duhet më ngrej, se qatër e suksesi është maj madhe kur nuk dërzohet njerë, se më dërzohet shumë letë. Po, kështu thonë që njerëzit e suksesshëm janë ata që janë dërzuar 10 herë, por janë quar një herë më shumë se ata që nuk mbas edhe nuk ja kanë dalë ashtu siç e kam planifikuar. Është vërtet se unë kur ja kam fillu biznesit të Pizzeria Matteo para 10 vite minimum, kam menu se di shumë tepër, po çka di sot s'kam ditë atë sot, kur ta krahasoj. Po, këtu desha të ndaloj. Një person që merr rrogën në muaj, që është punësuar diku, mendon ndryshe. Edhe si aferi, si biznesmen, fillon dhe mendon ndryshe. Ku keni filluar ju të mendoni ndryshe dhe cilat ndryshime kanë qenë këto? Unë para me hapë në Pizzeria Matteo, kam punu një udhëtës një pomfritit që kam punu, e kam udhëtës edhe i kam thonë atë i pranarët, si ta ki besimin, unë jam i aftë për ta udhëtësi, edhe unë jam një detaljist, kam dëshirë detaljet i caktoj e të hesin punë marë. Edhe për atë vend ku kam punu, e kam udhëtës, i kam arritë punën, besoj që 3 herë ma tepe se
o kanë punë që e ka pasur. Ju njeni si një njeri shumë modest, me këmbë tokë. Maksimumin. Absolutisht që po dhe them, kam një bindje personale këtë. Keni një staf shumë të madh. Kur jam në ambientet e biznesit tuaj, unë personalisht vetë, gjithmonë kam një pyetje në mendje, them po këto e respektojnë kaq shumë këtë sepse e kanë boss, e kanë shef, apo sepse ai din t'i bëj gjërat mbase edhe më mirë se ata që janë aty. Unë personal... Kam bindjen që ju çdo gjë e keni prek vetë me dorë në biznesin tuaj. Unë i tham punëtorëve të mi, se bashkëpunim që punojmë bashkë, i tham inshallah ja bie Zoti gjithë kujt jetë vetë shef. Rëndësin do të ma dini, kur të bëni vetë ju shef, rëndësin do të ma dini. Se pa u bëu vetë pranar i një kompanijës, se din njëri rëndësin. E besoj që kam dëshirë gjithë ku janë shqiptarë troje, kur të kanë bizniset veta, edhe ja besoj që do të një rëndësin e pranarit. Ja di më shumë. Ba shumë. Munona punëtorin me folë në sy mësy, shkam ka unë zemra i e tregoj e drejtsin, s'kam qef pa drejt mja bu punëtorit, po s'kam qef edhe më ma bu punëtorit. Kam një arsye thjesht të mirë me punëtorit me fjallë, sikur që duhet si burrat. Ju keni marrë një vendim shumë të rëndësishëm gjatë kohës pandemisë. Njëherë me gjetjen fenomenale, që unë e quaj geniale të Ogjit, pizzeria Ogji. Miss Moneypenny është një bar lounge këtu në Düsseldorf, dhe gjatë koronës ju ishit detyruar se shumë gastronom të tjerë ta ndërprenin punën. Dhe vendosët të hapni një dritare të vogël për të ofruar akoma shërbimin tuaj në take away. Ta merrni me vete dhe aty lindi pizzeria Ogji. Si ndodhi kjo? Po pandemia i ban ata një krizë koronës i ban ata mu kanë ma kreativ. Kreativi se personali s'kam pas dëshirë t'i lënë shpejt, edhe ja se t'i largoj, se largimin e personalit është shumë lehtë, po me majtë më vështirë. Duhet mu kanë kreativ, që me hez biznisi, me hap një hapësi, qetra që të afroj një biznis për punëtorët, të me stilan shpe, arsye ka qenë qaja, edhe kem pas mundësi idejet që të bëjmë një renovim, të hapim një hapësi që për take away bilim me pas mundësi të klientët të vinë të marrë. Të ushqesh, akoma nga pizzat që tek ju, kur ka ardhe Rita Ora, janë pica në të vërtet ushqim shumë i shishëm edhe përgatitur me shumë dashuri. Por nuk kam mjaftuar kaq. Ju keni marrë dhe një vendim tjetër akoma më të rëndësishëm që rrallë gastronom e kanë bërë. Ju keni digitalizuar të gjithë kompaninë tuaj. Si që biseduam në një bisedë që patëm djerë më nështë, ju me një tik të vogël në telefon mund të ndryshoni të gjithë sistemin e të gjithë restoranteve që keni, qoftë çmimet, apo qoftë mbikëqyrja e produkteve që ju edhe prodhoni vetë, por dhe përdorni. Ky vendim e keni marrë për shkak sepse keni dëshirë të kishit kontrollin, apo mendoni që teknologjia është më saktë se sa njerëzit? Është e vërtetë që na sistemi kemi digitalizu të gjithë sistemin. Arsyeja që ku do të jem unë në botë që me mujtë çdo minutë, çdo sekond me mujtë me reagu. Rëndësia veç me pas internet. Sistemi, unë jam një njeri që kam dëshirë investime për kontë ashme të investoj, dhe normalisht ja letoj vendit punë. Unë me një mobil e se telefon gjithë biznisin, kutit jetë biznisit të mjetë, si në zyre, si në staf,
si në produkt, si në çmime, gjithat të biznisit mund të mas mobilit Ti kontrollosh. Cili është produkti që përdorni më shumë? Po e testoj pak. Ai çfarë përdorni më shumë? Na përdorni më shumë të produktet që thajë se pizza e kemë këgja transuqu. Mielin, basa? Bona? Mielin? Produktet mielin, produktet pizza që kemë mielin. Cili është produkti më i shtrenjtë? Më i shtrenjtë. Ne shumica thamë në produkti më i shtrenjtë e diku shumica unë ja jepi pyetjen shumë thjesht gastronomëve. Kam dëshirë ti atë dijen temë, ose thamë që di gjigante, po atë dijen temë kam dëshirë ta shpreje në popull shqiptar të japin mësim çka di unë, se kam dëshirë të di këtë produkte, se kemi shumë gastronom shqiptar, jam i krenar, produktet ja jep, i thëmë, cili produkt është me restorant, është më i shtrenjtë që e kemi. Shumica thonë meshi, prandaj pyeta, sepse është mendoj që shumica nga i vrulli punës nuk e din, mbase, ose kanë bindje të gabuara, po duke qenë se unë e di që ju jeni të digitalizuar, do thotë ju çdo gramatur që përdorni në restorantet tuaja, ju e keni të monitoruar. Prandaj unë jam shumë e sigurt që do marr një përgjigje tani. Produkti kur ti pyesën kolekt, cilën produkte keni më shtajt, shumica më tregon me peshk, mish, po është gabim. Produkti është më i shtrenjtë që i kemë në restorant, gjithë, jo veç unë, është biberi. Biberi, po. Është me marrë me pesh në kilogram edhe sa kushtoje. Sa kushton 1 kilo biber? Parafesisht ofër 20 euro kilogram. Wow! E shumica qatë biberin që i kemë edhe përdoret në çdo produkt në haje, ku dit jetë përdoret shumë rëndësi si japin. Është si produkt shumë i shtrenjtë në kilogram. Na asë një haje nuk e qesmi në trek pa analizu në detalje, deri në atë ujin shamën në pasta që e zim edhe e shtim në laps. Në kalkulim, pse ujti paguhet 2 herë në Gjermani. Ujti, kur ta merë, pra edhe derdhë në kanalizim paguhet 2 herë ma shtrenjtë se që e merë. Shumica se shtin në kalkulim, na jem qaqë detaliste që edhe ujtin e shtim në kalkulim, sa të në kushtuaj, po edhe biberin është shumë e rëndësishme se është një produkt ma i shtrenjtë për gjithat produkte që kemë. Dhe nga njërë përdoret edhe nga mysafirët vetë, sepse është në tavolinë. Tavolinë qashtë. Kështu që nuk e kemi edhe shumë në kontroll. Po, atë s'ka kontroll. Shumë interesante. Projekti juaj, për mendimin tim, ai më ambiciozi, që është akoma në zyrtar, Döner King. Është një döner gjem në çdo cep të Gjermanisë. Për mua është ambicioz dhe ka do goxha guxim për shkak sepse është edhe një monopol i turqëve. Pse mendoni ju që pikërisht nga pizza pasta mund të jeni suksesshëm edhe në këtë sferë? Ose në këtë kuzhinë? Po. Döner King kanë lindë para pandemisë, ideja që shumicët klasike donera që i kemë në Düsseldorf, edhe afër Düsseldorfit, janë tipik klasike. Na kemi dashur se kreativ jem një döner me pas döner gjerman, me sose kreative që ka asnjëri këtu në rrëthi. Edhe s'kemi dëgju, kemi bo do analiza, edhe Döner King e kam patent për këtë Evropën, unë jam ai pranor, me logo me këtë, kem dëshirë ta biznisin ta hapëm, po momental edhe në pandemi, koha edhe vështirë është momental për personal. Kem personal problem, sukur gjithë kompanitë. Momental e kemi lënonë, shumë përgjësi kem konceptet të këtë hazën, jemi edhe gatshëm për franchise. Franchise me pas në për Evropë,
Gjithçka. Domethënë për ju do ishte gjithashtu e pranueshme të keni dhe partner në këtë koncept. Shqipëria dhe Kosova, Maqedonia mbase ishte një opcion për ju? Po na kemi dy të hapur për këtë popullin shqiptar. Kush ka dëshirë, na jem gatshëm për gjithçka me të dëgju bisedat. Okej. Kjo është mbase një jo lajm, por një opcion shumë i mirë për dikë që mbase ka dëshirë të investojë në fushën e gastronomisë dhe franchise mendoj që janë opcione shumë të mira sepse mund të gabosh nuk mund të gabosh lehtë për shkak sepse strukturat janë të specifikuara. Kështu që çdo gjë shkon sipas planit dhe ka plot eksperiencë në tilla koncepte. E them, ku është tavani jot? Ku është fundi? Cili është vizioni jot? Ka ndonjë vjen në një moment ku thua boll me kaq. Unë tham si shqiptar na s'ban më nal kur. Na duhet me punu ditë e natë me arrit me tregu që na jem punëtor. Përgjithësi na shqiptarët jem punëtor jashtëzakonshëm. Unë tham arsye s'ban më nal kur. Në pozitive unë vesh mund të tham mund të më nal 2 sene. Smuja me Zotin bashkë edhe familja. Se qëtër s'mundet kërkosh me të nalë. Edhe besoj që do t'i japmi maksimum, do të shkojmë kufi s'ka. Kufi s'ka. Domethënë presim akoma më shumë restorante edhe sukseset të mëtejshme. Do të mënohemi, do t'ja bëmi smet. Fotoja jote me Rita Orën ka bërë xhiro në gjithë rrjetin, madje u bërë dhe një reportazh shumë i bukur nga Vogue. Dhe të gjithë njerëzit si në Shqipëri, si në Kosovë, si në Maqedoni dhe këtu në diasporë, pyesin ora sa e ka paguar ky etemi këtë Rita Orën të shkojnë në restorant. Si është realiteti, si ndodhi? Vërtet Rita Orën na ka dhënë një surprizë jashtëzakonshëm. Edhe unë s'u falenderoj kur Ritës për atë arsye që na ka bërë neve një surprizë jashtëzakonshëm. Ishte situata Eurovision në Düsseldorf dhe kam bisedu me mikun tem Milat Musliaj. I kam thonë, sot e kemi Ritën në Düsseldorf. Ishte e konë mirë t'i shkrujmë Ritës në Instagram. Dhe bisedum edhe ai miku i ka shkrujt një në Instagram. Po përgjigje na se kemi marrë. Veç kune kemi pa Ritën Orën para dere. Në surprizë, jashtëzakonshëm. Edhe kemi lutë një mrena, edhe i tregum... Si u sillte si një diva, si një këngëtare e majave, apo ishte një gocë shqiptare? Unë tham një gocë shqiptare, si gjithë motrat tona, ishte njëri shumë i thjeshtë edhe ishte krenare kur të ndëgjoj që na jemi dhe shqiptar, dhe na ka respektu maksimum. Bakshish la? Ja, s'ka pas nevoj. Okej. Po Rita Ora vërtet na ka dhënë një infuzion të jashtëzakonshëm edhe në këtë botën edhe në për mediat në Gjermani si mi kanë, në për gazete, radije, gjithçka. Kanë qenë restoranti juaj, sidomos ky që është në qendër Düsseldorfit, Mateo, vizitohet pothuajse dhe sot ishte zoti Marin Mema, ishte i pranishëm. Dje kanë qenë ministri i drejtësisë nga Kosova, ministra nga Maqedonia e Veriut, por edhe VIP-a, le të quajmë VIP-a, njerëz të rëndësishëm nga estrada pafund. Cili është ai mysafiri kur ti je shef, edhe gëzohesh jashtë mase ose ke një histori veçantë me të, përveç Ritës? Unë them, kemi pas shumë VIP-a të Kosovës, Maqedonisë, Shqipërisë që kemi pas musafir. Për Ritës kemi pas edhe Putrin Timerin, e kemi pas Noizin, shumë do këngëtarë qesë që s'ka mujtë mija më konë ati prezent. Vinë edhe sikur sot që kena ndolli gazetare, kemi shumë VIP-a. Po, unë jam misë në ardhen edhe s'ka nevoj më kanë VIP-a veç në tjenë shqiptarë. Ke hapur një
një shtëpi, një zemër të vogël, shqiptare, një Shqipëri të vogël në mes të Düsseldorfit. Edhe kështu, edhe unë jetoj këtu, edhe si ta tillë ndjej. Edhe kur të bëra pyetjen e parë, që tash si e ndjer këtu, folëm për nënën, edhe nuk e di ata që na ndjekin nga kamerat, mbase nuk e kam vënë re, po unë u përlota pak. Është me padyshim një plagë në zemrën tonë, sepse ka humbur nënën shumë herët. Të ka bërë kjo më të fortë? Ka qenë vetëm 52 vjeç. Është një moshë e re për t'u largu dikush nga jeta. Dhe është e dhimbshme, me padyshim. Nganjëherë nuk kemi nevojë për përgjigje, sepse edhe unë e pata shumë vështirë ta bëj këtë si pyetje, po unë e di që ajo jeton akoma në shtëpinë tënde, sepse vajza jote e vogël ban emrin e saj. Një emër që mua ka habit shumë. Sofi. Është një grua që është ka lindur besoj në 72-shin? 51-shin. Edhe quhet Sofi është gjë shumë e veçantë. Kur e thret vajzën, ndjen kënaqësi? Jam krenar. Një krenar. Është gjë shumë e bukur dhe është një gjest shumë i mirë. Unë kam dëshirë të bëjmë një pauzë të shkurtër, sepse ky moment meriton pak më shumë qetësi. Ne shkojmë për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe kthehemi pas pak, qëndroni me ne. Nisni një udhëtim elegancë dhe aventure me shërbimet tona. Përjetoni bukurinë e fluturimit. Prishtina Ticket janë krahët tuaj për në Berlin, Brandenburg, Stuttgart, Basel, München, Hannover, Düsseldorf, Münster, Osnabrück, Nuremberg, Ljubljana, Memmingen, Halmstad, Luxemburg, Vaksio e shumë vende tjera evropiane. Kujdesi ynë për klientët është magjepsës, po aq sa edhe udhëtimi. Prishtina Ticket, emër i besuar në qiell. Rikthehemi përsëri pas disa momenteve shumë emocionuese. Janë pikërisht ato që ne na bën të jemi njerëz, por dhe të jemi të suksesshëm si Etem Zeneli. Faleminderit për gjithë të emocion që na lejove të jemi edhe në pjesë e saj. Zoti Zeneli, Etem, ju nuk keni vetëm Sofin, keni edhe 2 djemt. Si quajnë? Djali madh është Endri. Endri? Quni i dytë është Nil. Nil? Nil. Si lumi Nil. Si lumi, okej. Emër shumë të bukur. Fëmijët janë rritur në luks. Nuk kam pas nevojë të kalën në rrugët që i keni kaluar ju. Keni frikë se mund të llastohen? Munohemi me diku. Endrën e kam pak më veçantë në atë aspekt se është mirë parë edhe kam pas ma ofër edhe kam ma ofër, se është 8 vjeçar.
këta dy të vogël janë alo me bashkëshort ma të afër, se janë të vogël, po me endën është e kam qajrë, po edhe e kam edhe shok të afër. Gëzimi parë. Po, e kam afër. Flasin fëmijët shqip? Flasin shqip, po. Shumë bukur. E tem, lidhja jote me Shqipërinë, pavarësisht se ju keni ardhur shumë i vogël, është shumë e madhe. Dhe mua më bëri përshtypje ftesa dje, pikërisht me 28 nëntor, ju jo vetëm që nga keni ftuar ne, por kishit ftuar burra shteti, mbi 50 veta, kanë qenë 10 pranishëm, në një nga ambientet tuaja, ku ju keni qenë të rrethuar nga bashkëpunëtor, ishin njerëz shumë të suksesshëm, ministra, politikan, afarist. Nga lindi kjo ide? Ideja kanë lindë verës më pëshim, dhe kam pas shokun tonë Shekip Fazliu. Imi të taku me qunin tim, të shkojmë të Adem Jashari. Dhe kemi vizitu me qunin, kam pas dëshirë se qunin im është shumë patriot e ndri, edhe ka pas shumë dëshirë të vizitoj të Adem Jashari. Edhe kemi vizitu me bashk Shekip Fazliu, që kim shok të shpijes, edhe im krena që i kim, dhe ka lind ideja në bashkë me Shekip Fazliu, ata bëjmë një natë veçante në Düsseldorf, edhe kemi minu datën që është ma veçantë. Edhe besoj që ku i bashkojmë në shqiptarët është me datën 28 nëntor, që ta festojmë këtë gjithë bashkë. Ku dhe t'jenë shqiptarët troje, është një flamur në bashkan këtë. Është një ide që ka lindur në Kosovë. Po. Si që thatë dhe ju në bashkon flamuri dhe ju këtë flamur, pavarësisht se veproni dhe jetoni në Gjermani, ju e mbani gjithmonë shumë lartë. Dhe ju rrez emra fort për shqiptarët. Jeni dhe antari i Union Biznesit shqiptarë Gjerman, ku jeni dhe shumë i angazhuar. Ndjeni ndryshe kur jeni midis shqiptarëve? Për nësat flasë për vitet 90 na shqiptarët mi kanë të shumë shqip. Jem krenar që jam pjesë marrë të Union Biznesit shqiptar, që ta afromi bizneset bashkë, kem bashkëpunim edhe vendet troje shqiptare ta monon t'i përkrajme të bizneset edhe të jemi internacional me bizneset shqiptare. Kam dëshirë, besoj që ideja lidare gjithë kush shqiptar që jemi. Ka. Të gjithë të njohje shumë të mira, një rreth shumë i mirë, shumë janë njerëz shumë të suksesshëm, njerëz që njihen jo vetëm në Kosovë, por edhe në diasporë, madje në gjithë botën, aty ku ka shqiptar. Mendoni që janë miqtë tu të vërtet, nëse supozojmë, nëse temi do ngilte pa asnjë euro në xhep, do gjendeshin akoma afër? Pyetje pak e rëndë. Unë besoj... është pak nga do pyetjet shqiptare, që base nuk vjen nga unë, po vjen nga ata që na dëgjojnë. Pyetje, po zero. Unë tham, besoj që edhe suksesi të pamshëm. Edhe shqiptare suksesin s'ta falë. Po jem, besoj që krenar që jem që kush jem afarist në botë, unë jem shumë krenar ku ta dëgjoj një shqiptar që është biznesi i suksesshëm. Unë jem shumë krenar në atë aspekt, së është rëndë ai biznismen e di që nuk afrohet në atë aspekt më mdy, po është vetë i zoti vetë-vetit. Shumë rëndësishëm. Po, në pyetjen tonë është me të dhënë cakt, besoj që kem shumë krenar afarista që i afrojnë njerëzit, po edhe të kundërt të besoj që i kem. Tash, secilat duhet me pas mendimin e vet e suksesit, ja se si me të qarun bashkëmirë ti. A mund të bëj një pyetje tjetër? Po. Pak më shkurt. Keni marrë më shumë njetë apo keni dhënë? Unë? Po.
Keni ndihmuar më shumë, apo ju kanë ndihmuar më shumë? Unë besoj që edhe më kanë ndihmuar, po edhe kam ndihmuar. Dion të palet edhe... Është në balancë? Balanca varet se dhe në peshe që të ka qishe rënë balancin qishe ban betë. Okej. Nëse një djalë i ri do të vinte sot në stacionin e trenit të Düsseldorfit, po e përshkrua, 20 vjeçar, plot ëndra, dhe do të takoje. Ai gjithashtu, si shumë shqiptarë të tjerë që i drejtohen Europës me plot dëshira, cilat këshilla do jepje? Këshillat, një ëndra du të milion anësh në atë aspekt punës. Veç me punë, mundet me mri arsye punë, jo veç me një punë, pa duhet më shumë punë tjera me punu. Me 8 orë punë, s'ka një që mundet me arritë. Unë flasë për vete, 16 orë kanë normal me punu, standard suko që punë duke është 8 orë. Ëndrat du t'i ketë gjithkush. Se pa ëndra njëre së njëtën. Ëndrat për mi arrit të lyp punë. Të me thënë, vetëm duke punuar... Punë, ditë e natë që thënë. Mund të arrijen ëndra. Është shumë reale, edhe vjen nga një njeri që çdo etapë të jetës të suksesit e ka prekur vetë me dorë. Unë ju falenderoj shumë për këtë intervistë, por para se t'ju lë të ikni, kam një rubrikë që në kam shumë për zemër, ku pyetjet përgjigjen shumë të shkurt. Kalojmë në rubrikën mit apo fakt. Mit apo fakt? E tem, tani duhet di pak filozofinë tënde, janë një nga rubrikat e mia më të preferuara, sepse përgjigjet janë të shkurtra. Klientët kanë gjithmonë të drejtë. Mit. Bara prej citatës Fargjendje. Okej. Me familjarët dhe njerëzit e gjakut nuk duhet bësh kur biznes. Mit. S'na shqiptarët si dam në vetë punë, kur ti dam punë të duhet... Mund të kalojmë dhe mirë. Po, besoj që... Kontratat? Mund të lidhim kontrata? Po, ishte kanë ma sukseshëm, se tani din faktet. Problemit i qaran. Qa është shkruar edhe ngel. Paraja e madhe të sjell problemet më dha. Fakt. Fakt. Njërë kur s'ka pare, ka ma pak probleme në ata si veç e ka një problem. Qish me bo pare. Po kur t'ka pare, njëri janë faktet qish me rujt. Ma zorë është me rujt se me majt. Se me mbajt, me fitu. Me fitu. Gjermanët din të punojnë, por shqiptarët din të jetojnë. Fakt. Fakt. Po. Duket se po bidera. Po shikojnë. Bashkërët e më fit. Sa bukur! Kanë ardhur... Kush është kjo? Sofia! Hey! Oh, Sofia! Halo, babi! Hey! Halo, Nili! Hey! Hey! Si e? Përshëndetje! Gjithë këto fish bukur. Si jeni? A jeni mirë? Vjen mirë që erdhët. Keni ardhur pikërisht në atë pyetjen më të rëndësishme. Ishim në rubrikën time të preferuar, mit apo fakt. Kam dhe 2 pyetje, dhe më vjen mirë që është bashortja këtu. Pas çdo burrit suksesshëm, fshihet një grua shumë e fortë. Fakt. Një ditë, ne bashkë do t'i shesim të gjitha dhe do të kthehemi në vetëlindje. Më varë për setate se infrastruktura ka u gjallënu edhe ka shu për para, unë besoj që mitë se do të jetojmë na tonë edhe këtë tonë 2 anësh. Një shbër bota e vogël. Po. Më thajt jemi në bisedën që patëm, që ke njarë nga Kosova.
Edhe të jemi shritur këtu, 12 vjeçar ka ardhur, ka mësuar strukturat e biznesit këtu e të tjera. Ka qenë e vështirë për ju në atë kohë? Ose gjatë rrugtimit tuaj, dhe keni punuar bashkë? Po, kena punuar bashkë, fillim kemi ardhur këtu, kena punuar bashkë, kena pas atmosferë ke shkoptime si çdo familje, po ja kemi dalë me dashni edhe respektin që kemi për njëri tjetrin. Dhe me tre fëmijë të bukur, njëri më i bukur se tjetri. Familje. Unë nuk dua t'ju marr më shumë kohë, shumë faleminderit që më dhat mundësinë të jem me ju. Në vazhdimsi shumë sukses, shëndet dhe gjithë të mira dhe shpresoj të shihemi sa më shpejt përsëri. Inshallah. Faleminderit. Faleminderit, gjithë të mira. Ju falenderoj dhe juve që qëndruat me ne. Pra kjo ishte familja Zeneli, Ethem Zeneli në Düsseldorf. Një histori suksesi që ju me siguri e keni shijuar sapo edhe unë. Miru takofshim në puntatën e radhës për te kufive Malbora Gura. Nisni një udhëtim elegancë dhe aventure me shërbimet tona. Përjetoni bukurinë e fluturimit. Prishtina Ticket janë krahët tuaj për në Berlin, Brandenburg, Stuttgart, Basel, München, Hannover, Düsseldorf, Münster, Osnabrück, Nuremberg, Ljubljana, Memmingen, Halmstad, Luxemburg, Vaksio e shumë vende tjera evropiane. Kujdesi ynë për klientët është magjepsës, po aq sa edhe udhëtimi. Prishtina Ticket, emër i besuar në qiell.